Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falën tim kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, flasim për një temë që ndoshta është përdorur, është përmend, është përfol, është tregu, shpjegu për këtë temë që ka të bëjë me zemrën, duke pas parasysh që zemra është motori kryesor që e lëviz njeriu. Mirëpo sot do të flas shkurtimisht për zemrat e forta, për zemrat e vdekura dhe për zemrat e sëmura. Do më thonë, ne si njerëz, ne si musliman tash, ka mundësi ndonjëherë me na udopsu zemra, ndonjëherë më na forcu. Sikur që imani rrin forcohet dhe dobësohet, forcohet me vepra të mira dhe dobësohet me vepra të liga. Edhe zemra është forcë që aktivizon trupin. Ndonjëherë kur është shqilit do të thonë zemër dopt është. Dikush që është fort e ka i thonë themi zemrën e fortë. Zemra ku e ka vendin? I themi në qendër të trupit. Si në mes. Dhe ajo është pjesa më e fortë, më e ndershme që mundet me pas trupi, se gjithë shka rrinë natë, qoftë mirë apo keq. Do më thonë, ndonjëherë, kur ta shohim gabimin të njeriu, i themi vallajve zemrën e ka pa pastërt, qenë ka I pandershëm. Të ndershëm vëllezër, nëse zemra është burim I jetës, është burim edhe I mendjes, I diturisë, I guximit, se njeriu për me qenë guximtar trim, duhet me pas zemër guximtare dhe zemër trimit. Mirë po, në zemër rrit dashuria, në zemër rrit durimi, në zemër rrit knatësia, kështu me radhë. Me thonë, edhe inati, edhe zemrimi, edhe mlefi, edhe zilia, edhe gjithë shka, qoftë e mire, qoftë e keqi, kretë rritë në zemër. Allahu Gjeleshanu thot, inë sem'a, wal basare, me të vërtet të ndëgjuarit sem'a, të ndëgjuarit, wal basare, të pamurit, wal fuade, edhe zemra, dhe me thonë zemra, kullu ulaike kane anhu mes'ula. Të tre që I përmendëm, edhe veshi, për nuk I ka kuptimin veshi, po atë që ka ndëgjon veshi, siri, atë që ka shef siri, dhe zemra, kanë me dhonë përgjithësi për Allah, subhanahu wa ta'ala. Nuk ka mundësi me bon qefen në këtë botë, qofshin halal apo haram, edhe me dalë në botën tjetër, pa dhonë përgjithësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me të vërtet, në trupin e njeriut, o një copë mishi. Nëse ajo copë e mishit, është mirë, krejt trupi është mirë. Nëse ajo copë e mishit, është e semur, trupi është e semur. Nëse ajo copë e mishit është keq, trupi semuret. Ka thonë në fund, ela huahi el qalb, a nuk është zemra jo, do më thonë që e copë e mishit që e përmenda, qenë ka zemra. Të ndërshëm vëllezër, zemra është mbret. Zemra mbreti, kryetari, kryeministri të themi, generali, që udhëheq, zemra të udhëheq. Pra çka nëse ki zemrën e fort, me iman, e pshin si dush, e sjellë e mështjell. Apo nëse e ke zemrën pa iman, atër e pshi të udhëheq. Allahu Gjeleshanuhu zemrën e ka lidh me shikimin. Sigur në jetën e parë dhe në ditin, ne thot do të alargojmë zemrat dhe shikimet e tyre nga e vërteta. Thot, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Do të largojmë zemrat dhe shikimin nga e vërteta.
Do më thonë njerë zemra, pastaj shiqimi, se njeriu nuk mundet me shiqu të vërtetën pa e pa dhe pa e shiqu me zemrë. E mësë pa ku pastaj me ndëgju. Më thonë ti nëse do me pa haram dhe me ndëgju haram, fillimisht duhet me të ato zemra. Haramin e pastaj me shef ose ndëgju. Mirë. Allahu thotë, yawmun la yanfa'u malun wala banun. Do të vjen dita kur nuk do të bën dobi as malli, pasuria, as evladi, fëmijët, e tu çike, illa man ata Allah bi qalbin salim. Përpos se zemra e pastër, ai i cili shkon te Allahu me një zemër të pastër. Do të thashë vëllezër, fillimisht do të flasim për zemrën e shëndosh. Sepse i vetmi njeri që ka më shpëtu direkt të Allahu subhanahu wa taala është ai i cili del me zemër të shëndosh. Nuk ka qëllimi zemra e shëndosh që s'ka ndonjë smundje. Jo, jam duke folë për zemër të shëndosh me iman. Jam duke folë për zemër të shëndosh me iman, me namaz, me zeqat, me respekt, e kështu me radhë. Zemra e shëndosh e padëmtuar. Do të thonë zemra e shëndosh quhet zemra e padëmtuar dhe e paprishur ose e ruajtur nga çdo lloj-llojshmëri të mëkatit. Çka e ruan zemrën? E ruan adhurimi dhe Allah subhanahu wa taala, dashuria dhe Allah subhanahu wa taala, pastaj respekti dhe dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj respekti ndaj familjeve, posaçërisht prindërve, gjithçka që është hajër dhe është mirë, e ruan dhe e mbron zemrën dhe e forcon zemrën. Gjithçka që është e keqe, e ligët, është gabim, do më thonë e dobëson zemrën dhe atëherë epshi e udhëheq zemrën e secilit njeri që e ka të dobët. Në dashur vëllezër, zemra, kështu kanë thonë dietarët, ka fjalë të zemrës dhe vepra të zemrës. Do më thonë ka fjalë të zemrës dhe vepra të zemrës. Për shembull, besimi në Allahun subhanahu wa taala është fjalë. Pastaj njoftimet, do më thonë, do me njoftu diçka që e do zemra të e thu me fjalë. Mirë po, çka vepra e zemrës? Ka vepra e zemrës. Thot dashuria ndaj Allahut, dëshira, pastaj urrejtja, pastaj veprat e trupit. Edhe veprat e trupit që i bën trupi janë argument se atë e do zemra. Pa e do zemra nuk mundet me e bën trupi. Diçka që trupi e bën, qoftë halal apo haram, me siguri se e ka do zemra. Allahu dhe lëshanu në Kur'an thotë që keni besuar, mos nxitoni, mos dilni para urdhrit të Allahu subhanahu wa taala edhe të dërguarit të tij. Sepse nëse njeriu del para Allahut, pastaj del para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë atë njeri e udhëheq epshi. Ajo zemra që në deri tash jemi duke thonë zemrat me iman. Mirë, çështja e dytë të ndërshëm vëllezër, zemra e sëmur. Ne kemi njerëz të lloj-llojshëm në botë, posaçërisht brenda gjildit ton, brenda kombit ton, që realisht unë mërzitem kur flas kështu, mirë po i kanë zemrat e vdekura. Interesant, qefi ma thosht ata me shajt islamin, me kundërshtu hoxhen, me kundërshtu Kur'anin. As gjanë tjetër nuk flasin në botë për padrejtësitë që i bën bota. Shembull, një njeri vdes diku në botë, që këta zemrat e vdekura që i kanë reagojnë, ngjallën për kundra islamit. Apo pse vdesin me mija e me miliona, a janë musliman? Nuk ka interesant. Ama një njeri që shembull kur një farë hajri s'ka as babë vet as nënë vet, ama pse nuk ka musliman?
me bo me ndodhë diçka ati, kitë bota lëviz. Po si dhe qoftë, këta njerëz e kanë zemrën e vdekur. Por atë shka kërë e mëse vetën dhe juve, mos na vjen puna me na vdek zemra, se problem. Zemra e vdekur, si ke shtila këtu. Kur gjanë s'merë veç kjo. E këni po do njerëz, kur gjanë s'marin veç kjo. As Allah, as bab, as nan, as na, ajta, jo, edhe kafshaja shkon ati. Kafsha dhe nërmendona, hiq. Është humbë mbrenda kësaj dunjojnë, nuk di edhe si ta them dështë ma qartë. Zemra e vdekur të ndeshë vëllezër nuk e nje Allah subhanahu wa taala, nuk e nje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka respekt për askënd, provokon belaja, probleme, shkatron, mos them vrete, terrorizone e kështu me radhë. Mirë po, me zemrën e vdekur nuk është i kënaqur Allahu. Me zemrën e vdekur nuk është i kënaqur Allahu. Kush është i kënaqur? O shejtani. Shejtani, si themi në gjuhën tonë, kështu pak ma shtirë, djalli. Ava, kur themi djalli dhe shejtani, cili ta mush menën ti që të banë ma shumë zullum. Mun kur të më thu shejtani ma shumë frikohet. Kur të më thu djalli disi, më duket sikur me pati, edhe me kontrolu. Do më thonë do njëherë, kur nuk i përkëthem këta, mos me doni që ne janë ashkallum, jo nuk janë ashkallum. Por janë disa emra që kanë original. Inne shejtane. Shka thonë Allah, ka thonë shejtane, kur thuhet shejtan, do më thonë ta më mirë se cili njeri e kupton. Edhe kur ti thuaj, mos e ndaluara. Edhe kur ti thuaj, mos e harama, ka dallim. Edhe pse të dhjetë e kanë një njëjtin kuptim. Edhe ndaluar, edhe haram, të dhjetë ndaluar. Ama haram, jo, diçka më e madhe. Edhe shejtani, jo, disi më i madhe se djalli, edhe pse njëjtin kuptim e ka. Të ndeshë vëllezër, çka e vdes zemrën? E vdes lakmia. Lakmia me njerëzit janë lakmitar, lakmojnë të shpije, dikujt të vetura, dikujt të lloj-llojshmëria e të mirave që njeriu i posedon, ai tjetri lakmon. Edhe lakmia pastaj udhëheq, o prijes e udhëheq zemrën. Do më thonë lakmia me njerë del në pah epshi edhe udhëheq zemrën, ti se në kontrolon tash. Se në kontrolon vetë vetën, edhe njeriu habitët. Thotë, mirë është me kërku ndihmë. Që ata djemë të ri dhe vajzat të reja dhe njerëzit përgjithësi që i kaplon epshi, i kaplon lakmia, është mirë me kërku ndihmë. Atë hoxha, atë haxhia, atë doktore, atë psikologi, atë secili njeri që kanë mundësi ato me kërku ndihmë, është mirë me kërku ndihmë, sepse lakmia e shkatron njeriu. Lakmia, e zilia, e xhelozia, e shkatron njeriu. Ai do më thonë ai ecë në dikam, ka mundësi edhe lirisht mi thonë nuk i njeriti, se ai diçka ka dal nga vetvetja. Të ndeshë vëllezër, pastaj kemi llojin e tretë të zemrës që nga pak ne mund me qenë brenda kësaj, se zemra e shëndosh, vetëm e shëndosh, o problem me po shumë vetë zemrën e shëndosh. A ban gibet njerë, po miherë dole të sëmura, nuk i e shëndosh më. Edhe zemrën e vdekur, e ki shumë i keq du të me qenë, me po zemrën guri edhe të vdekur, ama të kjo e treta zemrë e sëmur, nga pak në të gjithë mund me qenë, në sabah po në drejk jo. Në aksham, u ka sëmur zemra, në sabah që e mëllë ma e fort, drejk me e dopt. Se disa e sa e mi qartë, zemrë e sëmura me gabimet e tona që i bëjë. Është gjallë, zemrë e gjallë quhet, që e lëviz njeriu, ama e sëmur. Sepse qatë zemrën e labile, ta themi, labile, dë njerë e ka punë e mirë, e gref ka vetja, kur ta shofe e keqja, ma e fort, e gref ka në tjetër. Kjo dhe me thonë quhet zemër labile, jo stabile e sëmur.
Brenda kësaj zemre ka dashuri ndaj Allahut fuqiplot, mirë po ka dashuri edhe ndaj ku e diunë diçka që s'ka të bëje me, ka sinqeritet dhe ka jo sinqeritet, ka respekt ndaj sunetit, ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka respekt edhe ndaj dikujt tjetër. Kjo zemër e lufton epshin, mirë po edhe përqafon epshin. Për atë çka quhet zemrës së mur. Se sa e mendon me e fal namazin, nuk e fal. Sa e ka bon jetë me dhënë zikatin, nuk e jep. E ka bon jetë me shku në haç, i del një vetur para kambe më e mire, shet këtë vetrën, para të azilokit, e blenë qatë veturën e prej, ajde, u kripu. Pse se zemra e ti nuk o stabile. Një njeri që nuk o stabil, i banë këto gabime. Një njeri që ka zemrën se mur, a i nisët për në gjami, kur të shofë ka mrinë qajtore, s'ka hinë gjami. A i që a i stabil zemra, mund është me ambush mendën. Me i thonë, lene me namazin, hajtë se futbal ka. Ja, vëlla, thot, pa e fa namazin. O, ka me thonë, gollon, 100 të jape. Hajtë se e shop astaj në YouTube, si e ka thonë gollin. Ama qaj që e ka zemrën e dopt, a i me pas mundësi edhe falet edhe e shef lojen. Se son stabil, labil. Me pas mundësi edhe në saf edhe ka pak. Thot s'prishet namazin. Pse që qaj shejtani njeriu kër e ka plon, edhe meselet ja regullon pastaj, si pas dëshirës së shejtanit. Allah subhanahu wa ta'ala në shumë ajete i ka përmend zemrat, të ndryshëm vëllezër. Li yaj'ala ma yulqa ash-shaytan fitnatan lilladhina fi qulubihim. Do të thotë shejtani mundohet të mbjell fitne në zemrat e kujt? Në zemrat të cilat janë të sëmura. Kështu Allah ka përmend. Fi qulubihim maradun, që kanë sëmundje. Wal qasiyatu qulubuhum. Edhe zemrat që janë të forta, mirë po për nga e keqja, që nuk e pranojnë hakun, nuk e pranojnë të vërtetën. Do më thonë, këta zemra, shejtani mbjell urrëtie, mbjell zhvillim, mbjell padrejtësi kështu më radh. Mirë po ka zemra tjera që Allahu xhaleshani i ka përmend që ata zemra janë të hapura për dashurinë ndaj Allahut, për respekt ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për çdo gjë që është hajër, edhe çdo gjë që është mirë. Të ndeshëm vëllezër, shejtani pra nuk ka mundësi ta dëmton zemrën e shëndosh, por shejtani realisht e dëmton zemrën e sëmur. Mirë po kush e dobëson zemrën? E dobëson secila vepër që është në kundërshtim me Allahun subhanahu wa taala dhe secila vepër që është në kundërshtim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të ndeshëm vëllezër, duke pas parasysh se është dita e tretë sot e muajit Ramazan, inshallah Allahu do të të gjithëve ibadetet dhe adhurimet, qofshin namaz, qofshin lexim të Kuranit, qofshin agjerim që e kemi fars, qofshin ndonjë dëgjim të ligjëratës, kemi lloj-llojshmëri të xhamiave, është mirë me vizitu të gjitha xhamit, me vizitu xhallart, sepse secili e ka atë fjalën e vet, atë muhabetin e vet që mundohet me ja trasu, me ja shpjegu, me ja dhënë xhamatit. Zemra e sprovuar pa ndërprerje është në dyshime, ndërsa është në vezvese, është në citje të shejtanit, ndërsa zemra e shëndosh, të ndeshëm vëllezër, është e paprishur, nuk bjen në ato rrenat e shejtanit dhe e udhëheq njeriu ka hajri. Si do qoftë edhe njerë, po ju them që inshallah Allahu lëshon të gjitha ibadetet kabulla o ban, neve në qoftë se ndonjëherë ka mundësi se duke fol gabojmë, nuk e kemi me qëllim, por nëse kemi gabu ka qenë pa qëllim. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet në sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tash do të thotë kështu pak më lirë,
Do njerë kena me folë ma gjatë, do njerë kena me folë ma shkur, këtë varet të tema. Mirë, unë ditën e shtune ka bon jetë me thirë një misafir, po nesën të shtë të tregoj, por të ato që nesën s'kan mundësi me ardhë, në qëfëse është i lirë, do të vjen profesor Ziber Lato, është profesor në fakultetin e shkencave islame në Shkup, është nga Dibra. A i ma ka konfirmu që ka me ardhë, mirë po dhe njëherë unë ka me thirë, kam dëshirë, e 7-8 hoxalar të ndryshëm, me i pasë në gjamin tonë, se unë e ma nuk jam edhe interesante ditë, që e facë për ditë. Që e facë për ditë. Që a gjiseni, asë i bandë, dhe me thonë, të sadë një këmë bëndë a gjisenit. A ma gjisen, mësa apitës edhe ti, kur të qa muë, pak si të sadë në më këmë bandë.